Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit më shpërblaqet. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu është drita e qiellive dhe të tokës. Ajeti 35 i surës Nur. Njeriu gjatë jetës së tij kalon nëpër rrugë, përballet me shumë sprova dhe shpesh humbet mes zhurmës së kësaj bote. Ka momente kur një zemër rëndohet nga dhimbja, kur shpirti lodhet nga padrejtësitë dhe kur njeriu ndjen një boshllëk që as pasuria, as fama dhe as kënaqësitë e dynjas nuk mund ta mbushin. Në ato çaste, zemra fillon të kërkojë diçka më të madhe, një dritë që ta nxjerrë nga errësira dhe ta udhëzojë drejt qetësisë së vërtet. Kjo dritë është Kurani famëlart, fjala e Allahut, e zbritur si mëshirë për zemrat e lodhura dhe si udhëzim për të gjithë njerëzimin. Kurani nuk flet vetëm për jetën tjetër, por ai prek plagët e zemrës së njeriut, i jep shpresë të dëshpëruarit dhe forcë atij që është rrëzuar nga sprovat e jetës. Sa herë që njeriu afrohet me Kuranin, ai ndjen sikur zemra e tij fillon të marrë frymë përsëri. Ajetet e këtij libri nuk janë vetëm fjalë që lexohen me gjuhë, por janë dritë që depërton në shpirt dhe e zgjon njeriu nga errësira harrecës. Kurani e mëson njeriu si të jetojë me moral, me durim dhe me besim tek Allahu. Kurani i jep kuptim dhimbjes, i jep vlerë durimit dhe mëson njeriu të mos e humbas kurrë shpresën në mëshirën e Zotit të gjithësisë. Prandaj, zemra që lidhet me Kuranin nuk mbetet kurrë vetëm, sepse ajo jeton në dritën e udhëzimit dhe gjen qetësi në afërsinë me krijuesin e saj. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, e cila është surja 93 e Kuranit famëlart, surja Duha. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites dhe në natën kur terret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të ure në Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë, e sigurisht që Zoti yt do të jap ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetim e ai të dha streh? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoi?
A nuk ishe nevojtare të bëri të mos ja kesh nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypësi mos e largo me ashpërsi dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në emisionin e ditës së sotme të Nektarit të Xumas, do të flasim rreth temës Kurani është mbrojtje për zemrën e çdo njeriu. Në një botë ku njeriu çdo ditë më shumë përballet me sprova, pasiguri, padrejtësi të shumta, mundje, mund të ketë dësfata dhe zbrazëti shpirtërore, më shumë se kur ka nevojë për një udhëzim hyjnor që ta nxjerrë atë nga ky llum, nga kjo errësirë. Allahu i madhëruar, nga mëshira e tij e pafund, nuk e la njeriu të humbur në rrugën e jetës, por zbriti librin e tij të shenjtë, Kuranin, si burim drite, mëshire dhe udhëzimi për mbar njerëzimin. Kurani nuk është thjesht një libër që lexohet me gjuhë, por është një dritë që ndriçon zemrën, edukon shpirtin dhe ndërton jetën e njeriut mbi drejtësinë, mbi moralin dhe mbi besimin. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira, më e drejta. Ajeti 9 i surës Isra. Ky ajet i madhërisëm tregon qartë se Kurani është udhërrëfyesi më i përsosur për jetën e njeriut. Ai e drejton njeriu drejt rrugës së drejtë në çdo aspekt të jetës, si në besim, si në moral, si në marrëdhëniet e tij me njerëzit, si në familje, si në drejtësi, ashtu dhe në sjellje. Kurani nuk sjell vetëm rregulla fetare, por sjell një sistem të plot jetese që e shpëton njeriu nga devijimi dhe humbja morale. Njeriu pa udhëzimin e Allahut ngjan si një udhëtar që ecën në errësirë pa udhëzim dhe pa dritë. Ai mund të ketë pasuri, pozitë apo famë, por zemra e tij mbetet e zbrazët dhe çdo orë, çdo sekondë shqetësuar. Shpeshherë shohim njerëz që posedojnë gjithçka materiale, por nuk gjejnë qetësinë atyre shpirtërore. Kjo ndodh sepse zemra e njeriut është krijuar për të lidhur me Allahun, me krijuesin e saj dhe me fjalën e Zotit të gjithësisë. Kur zemra largohet nga Kurani, ajo mbushet me frikë, me stres, me ankth dhe me pasiguri. Allahu thot në Kuranin e shenjtë, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. 28 i surës Ra'd. Kurani sjell qetësi në zemrën e besimtarit. Ai jep njeriut shpresë kur ai dëshpërohet, forcë kur dobësohet dhe durim kur sprovohet. Sa herë që besimtari lexon ajetet e Allahut, zemra e tij ndriçohet dhe shpirti i tij gjen paqe. Kurani mëson njeriu se kjo botë është vend sprove dhe se vështirësitë nuk zgjasin përgjithmonë. Për këtë arsye Allahu premton në Kuranin e shenjtë dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ajeti 6 i surës Inshirah. Kurani nuk edukon vetëm individin, por dhe shoqërinë. Një shoqëri që jeton me vlerat e Kuranit është shoqëri e drejtë, e moralshme dhe e mëshirshme njëkohësisht. Kurani ndalon padrejtësinë, mashtrimin, arrogancën, përgojimin dhe urrëtitjen. Kurani mëson njerëzit të respektojnë njëri tjetrin, të ndihmojnë të varfrit, të mbrojnë të dobtit dhe të jenë të drejtë në çdo situatë. Sot, shumë probleme të shoqërisë moderne burojnë nga largimi prej udhëzimit hyjnor. Sa më shumë largohet njeriu nga fjala e Allahut nga Kurani, aq më shumë shtohen padrejtësitë, krimet, shturja morale dhe zbrazëtia shpirtërore. Allahu na ruaj. Teknologjia dhe zhvillimi material nuk mund ta shpëtojnë njeriu nëse zemra e tij mbetet e zbrazët dhe larg Allahut. Kurani është i vetmi resor, si mund të themi, që e ruan moralin e një shoqërisë dhe i jep kuptim jetës njerëzore. Siç thot Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, Kurani është pranvera e zemrave dhe drita e shikimit. Prandaj, Kurani, të nderuar dëgjues dhe shikues, është mbrojtje për zemrën e njeriut dhe mburoja e tij nga çdo e keqe. Kurani e gjallëron shpirtin ashtu si pranvera gjallëron tokën e tharë. Zemra e njeriut pa Kuran bëhet e fortë dhe e errët, ndërsa me Kuran ajo zbrazet nga papastërtitë, zbutet, pastrohet dhe mbushet me dritën hyjnore.
Të dashur vëllezër dhe motra, Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e lexon Kur'anin teksa është i ri dhe besimtar, Kur'ani përzihet me mishin dhe gjakun e tij. Rinia është periudha ku zemra e njeriut është në momentet e saj më të pastra, më e ndjeshme dhe më e gatshme për të formuar. Çdo gjë që hyn në zemrën e të riut mbetet aty dhe lë gjurmë të fortë në karakterin dhe jetën e tij. Kur një i ri lidhet me Kur'anin, lexon ajetet e Allahut dhe jeton sipas tyre, atëherë Kur'ani nuk mbetet vetëm fjalë që shqiptohen me gjuhë, por bëhet pjesë e shpirtit, e meditimit, e mendimit dhe personalitetit të këtij të riut. Shprehja përzihet me mishin dhe gjakun e tij tregon se ndikimi i Kur'anit bëhet aq i fortë dhe i madh sa ai formon natyrën dhe sjelljen e njeriut. Kur njeriu fillon të ndikojë në mënyrën se si kur fillon Kur'ani të ndikojë në mënyrën se si njeriu mendon, flet dhe si sillet me jetën dhe me shoqërinë ku ai jeton, çdo gjë ndryshon tek ai njeriu. Njeriu i ri që rritet me Kur'an mëson të jetë i sinqert, mëson të jetë i drejtë, mëson të jetë i durueshëm dhe të jetë i mëshirshëm dhe i moralshëm. Ky njeri largohet nga padrejtësia, largohet nga gënjeshtra dhe sjellja e keqe, sepse zemra e tij është ndriçuar tashmë me fjalën e Allahut xhaleshanhu dhe është udhëzuar drejt së mirës. Në kohën e sotme, rinia përballet me shumë sprova dhe ndikime negative. Mediat, shoqëria, dëshirat e dynjas shpesh e largojnë njeriu nga morali dhe besimi i drejtë. Shumë të rinj humbasin qetësinë shpirtërore, sepse zemra e tyre tashmë është e mbushur me gjërat e kota të kësaj bote dhe largohen nga përmendja e Allahut. Pikërisht këtu shihet rëndësia e lidhjes me Kur'anit që në rini. Kur'ani është mbrojtje për zemrën e të riut dhe dritë që e udhëzon atë në rrugën e drejtë. Kur'ani e ndihmon të dallojë të mirën nga e keqja dhe të ruajë moralin në kohë të cilat janë plot me sprova. Kur'ani, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk edukon vetëm mendjen, por edukon kohësisht dhe shpirtin. Ai mëson të rinjve të kenë frikë Allahun, të respektojnë prindrit e tyre, të ndihmojnë njerëzit në nevojë dhe të jenë të dobishëm për shoqërinë ku ata jetojnë. Një njeri i ri që jeton me Kur'an nuk është rob i pasioneve dhe dëshirave të përkohshme, por është një njeri i cili ka kuptuar lumturinë e vërtet, e cila gjendet në afërsinë me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye, Islami kushton rëndësi të madhe edukimit të fëmijëve dhe të rinjve me Kur'an që në moshë të vogël. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, dhe imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta të gjithë, gjithmonë i nxisnin besimtarët në ato kohë ta mësonin dhe ta kuptonin Kur'anin, sepse ato nuk donin vetëm që ato ta lexonin dhe aq të mbetej, por të meditonin dhe të zbatonin fjalën e Allahut xhaleshanhu në jetën e tyre të përditshme, sepse qëllimi i Kur'anit ky është: ta lexojmë dhe ta praktikojmë atë në jetën tonë sa të kemi mundësi. Kur një i ri e mbush zemrën me Kur'an, ai ndërton një personalitet të fortë dhe ashtu të pastër. Ai bëhet më i qëndrueshëm përballë mëkateve dhe tundimeve të jetës. Kur'ani bëhet shoku i tij në vetmi, drita e tij në errësirë dhe udhëzuesi i tij në çdo hap të jetës. Prandaj, lidhja e rinisë me Kur'anin është një nga dhuratat më të mëdha që Allahu mund t'i jap njeriut. Një zemër që rritet me Kur'an mbetet e gjallë dhe e ndriçuar, ndërsa një zemër që largohet prej Kur'anit rrezikon të humbas në errësirën e kësaj dynjaje. Kur'ani nuk ka zbritur vetëm për të recituar bukur, por për të jetuar dhe për të qenë i gjallë në jetën tonë. Allahu i madhëruar e qorton njeriu që nuk mendon mbi ajetet e tij, teksa thot: a nuk meditojnë ata mbi Kur'anin? Ajeti 24 i surës Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra të dashur vëllezër dhe motra, që ne të marrim efektin e mbrojtës të Kur'anit për ne, duhet të meditojmë mbi ajetet e tij, sepse meditimi mbi Kur'anin e afron njeriu më shumë me krijuesin dhe e ndihmon të kuptojë qëllimin e jetës së tij. Kur besimtari reflekton mbi ajetet kuranore, ai kupton mëshirën e Allahut, urtësinë e Zotit të gjithësisë dhe përgjegjësinë që ka njeriu në këtë botë. Kurani është dritë në ditën e gjykimit. Profeti Muhammed ka thënë: lexoni Kuranin, sepse ai do të vijë si ndërmjetësues për lexuesit e tij në ditën e Kiametit.
sa e madhe është mëshira e Allahut që na ka bërë një libër të tillë midis nesh, që na udhëzon në këtë botë, por dhe njëkohësisht do të na ndihmojmë të kalojmë me sukses çdo vështirësi dhe në botën tjetër. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, do doja t'ju thoja se Kurani është shërimi, është udhëzimi dhe është drita e pashuar që kemi në duart tona. Le ta marrim ato shembull, le të marrim fjalën e Allahut xhaleshanuhu udhëzim për ne në çdo hap tonin, sepse Kurani është dhurata më e madhe që Allahu na ka bërë ne si të gjithë si njerëzi. Kurani është dritë për jetën, shërim për zemrat dhe është udhëzim për të gjithë shpirtrat e humbur në errësirët e kësaj bote. Shoqëria me Kuranin kurse si nuk është humbje, është fitim si në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj, çdo besimtar duhet ta bëjë Kuranin pjesë të jetës së tij të përditshme, ta lexojë atë, të meditojë, ta kuptojë dhe ta zbatojë atë sa të mundet në jetë dhe në shoqëri ku ai jeton. Një shpirt me Kuran është gjithmonë i gjallë dhe një shpirt i larguar nga Kurani është i errët dhe i humbur në errësirat e kësaj bote. Qofshin për atyre të cilët Allahu i udhëzon gjithmonë, qofshin për atyre të cilët zemra mbetet e pastër nga fjala e Allahut xhaleshanuhu dhe mbetet gjithmonë e udhëzuar nga fjala e Zotit të Gjithësisë në Kurani familjar, dhe në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن